duhet të deklarojnë se në cilën pikë të ligjit janë për të shkuar drejt negocimit, dhe kur vjen APP pastaj, ta them në fjalë popullore, shkoqitet në pikën më të vogël për ta verifikuar që po realisht ky autoritet duhet shkojë drejt kësaj procedure negocim pas shpallje, sepse edhe janë të pakta në numër negocimet pas shpallje në raport me procedurat e tjera. Pra kam bërë thot 4 herë blerje me vlerë të vogël. Nuk është paraqitur asnjë ofertues. Jo, është blerje e vogël, blerja e vogël është një fazë. Rasti konkret ky ka dashur që të shkojë drejt negocimit pas shpallje, po blerja e vlerë të vogël nuk ka negocim. Që do ta hedhë derisa të vinë operatorët ekonomik. Ose të shohin nëse në kriteret që ka vendosur ka diçka që operatorët i pengon që të vitë të ofertojë për këtë procedurë. Ndoshta është fondi më i ulët se sa realisht blejnë ai shërbim apo produkte apo jo, nuk e kam vetë në rast ekonomik, po. Është vetë financim. Po këti del numri transaksionit sepse në krijim të elementi nuk e ka zgjidhur financim, po e ka përzgjedhur me buxhet shteti. Kështu që në rast se është me vetë financim anullon elementin, krijon element të ri. Në rast se është me buxhet shteti pastaj dhe ka krijuar me vetë financim, do të bëjë sërish të njëjtën gjë, anullon elementin edhe procedurën deri në atë fazë që është dhe krijon edhe një herë nga e para. Sa ishte kodi output? Kodi output është 70. Dekriptimi nga APP-ja. Cili mendon se është gabimi që kam bërë? Gabimi, pa kujdesia ndoshta. Tek zëri, e kam bërë konstruksion godine. Jo, s'ka problem tek zëri. Jo, as te vlera. E kam bërë që në datë 13 ata. E keni përgjigjen aty brenda. Statusi në regjistër është i ri, që do të thotë që prej datës 13 ata nuk e kanë dërguar për publikim. Kështu që e ka administratori në rolin e vet. Dhe çfarë bën këta? E dërguan zërin për publikim, ju publikuan dhe arritën që ta mbyllin procedurën me një leje pastaj nga dega e kësarit. Kjo është një nga rastet që APP-ja e kthen njoftimin e kontratës sepse ka mos përputhje ato çfarë deklaruar në sistem ato në formular dhe në këtë rast e anullojnë dhe rihedhin dhe një herë nga e para. Njëjtë me atë që thamë më parë, sepse vlera duhet të jetë më e vogël e përllogaritur, nuk ka nevojë të anullohet tenderi, sepse anullojnë sa herë të dojnë. Nëse vlera është më e vogël, do ju anxherri prapë të njëjtin problem. Kështu që mjafton të reflektohet vlera e saktë dhe mund krijohet me hapat e mëtejshme. Anëtarët e njësisë do të ndërpresë marrëdhëniet e punës me institucionin. Por thot, ky është edhe në rolin e personit përgjegjës. Dhe tani që do ikë ky kush do t'i kryejë veprimet në sistem, do ta zëvendësojë një i ri. Eksakt. Po, se thot si do të vijohet me ku ta gjej sa duke lexuar. Kush është përgjegjës thot për hedhjen e njoftimit që do të vijojë në SPE, në rast se administratori do të vendosë që këtë do ta zëvendësojë një tjetër dhe ai tjetri do jetë person përgjegjës, ai ose mund të caktojë njërin nga dy aktualët që është si person përgjegjës, po patjetër dhe roli dhe ky do të zëvendësojë për gjithmonë duhet të jenë 3. Kështu që ose do t'i bëjë ai që do të zëvendësojë këtë ose njëri nga dy anëtarët e tjerë varet se si do të përzgjitet në institucion, se kjo është gjë e brendshme që rregullohet ose me short ose nga titullari. Edhe njoftimet më pas do t'i hedhë personi i ri përgjegjës që do të përcaktohet. Llogaritë këtij do të mbyllen. Thot gjithashtu i njëjti person është saktuar si person përgjegjës në procedurë prokurimi me lote ku janë nënshkruar marrëveshje kuadri dhe rrjedhimisht do të vijohet me hapat procedurial për mbyllshmërinë më mëtejshme. Edhe këtu ato mini kontratat sërish t'i hedhë personi përgjegjës i ri, si vijohet me ndërimin e personave përgjegjës, përcaktohet në letra dhe njëri nga anëtarët e njësisë e heq këtë që do të ikë më pas nga procedura dhe do të vendosë personin tjetër. Caktohet person tjetër përgjegjës për mbyllshmërinë e veprimit procedurale në SPE për sa më sipër, patjetër që po, gjithmonë ka një person përgjegjës për veprimet që do të kryen. Tani personat përgjegjës që do të kryen procedurat duhet të jenë dhe të certifikuar nga ASPA. Autoriteti X ka zhvilluar një procedurë prokurimi me objekt
pune ndodhet në fazën e lidhjes së kontratës me operatorin fitues. Në këtë fazë operatori fitues ka sjell pranë aktës kërkesë për miratimin e nënkontraktimit, dokumentet e nënkontraktuesit, përqindjen e punimeve që do të kryejë nënkontraktuesi. A mundet AK të bëjë miratimin e kërkesës për nënkontraktimin në këtë fazë, në kushtet kur operatori nuk e ka deklaruar në fazën e dorëzimit të ofertës? E para njëherë në kontraktimin duhet të kërkohet të çekohet edhe nga një autoriteti në DST. Dhe në rast se autoriteti supozojmë që e ka çekuar për po, do të lejohet në kontraktimi. A do e pranoj në këtë fazë që ndodhet procedura? Sepse për vlerësimi i dokumentave është pa fitues. Ky tani thotë që pris unë jam në kontraktim. Këto janë dokumentet e ndërkontraktuesit. A do lejohet? Patjetër që jo, sepse duhet të deklarohet që në ngarkim të ofertës. Kështu që operatori do të skualifikohet. Dhe çfarë do të bëj autoriteti në këtë rast? Nuk e ka lidh kontratën. Ka një fat të mirë që nuk e ka lidh kontratën. Mund të iniciojë procesin e rivlerësimit këtu. Bën proces rivlerësimi, e skualifikon dhe nxjerr një operator tjetër fitues. Po në rastin kur dhe operatori tjetër, pra mund të kenë qenë vetëm 2 operatorë në procedurë, të një i kualifikuar, një i skualifikuar. Ço do ndodhë me procedurë? Pra do ta anulloj dhe do ta rihedhi përsëri, sepse janë të dy potencialisht operatorë të skualifikuar. Nëse ai ka aplikuar përpara se është bërë përjashtimi, pra nuk mund të. Eksakt, nuk mund ta kualifikojnë. Po në rast se ky e ka mbyll fazën e vlerësimit, ka çuar për publikim dhe njoftimin e fituesit të hënën, në mëngjes të hënën mbasdita APP-ja e përjashton. A shpallet fitues ai? Jo, pa parit, as te faza ankimimit APP-ja nuk ja publikon. Pra, autoriteti thot me të drejtë po jo, se unë tani sa di dhe di ishte i përjashtuar. Nuk e kualifikon dot. APP-ja i kthen njoftimin e fituesit, ja refuzon dhe autoriteti shkon në proces rivlerësimi, e skualifikon operatorin sepse nuk ka të drejtë të përfitojë fonde publike dhe po përzihet fituesin tjetër. Ose në rast se nuk ka asnjë ofertues, shkon drejt anullimit. Ja ju si operator ekonomik, si hyni aty domethënë procedurë? Se thotë në sistem është hedhur gabim tabela me emërtimin e artikullve, çmime dhe sasi. Anullojnë procedurë, do mos blerjet e vogla një herë, e ofrojnë shërbimin, nuk ka blerje të vogël pa minimalisht 15 operator ekonomik. Maksimalen nuk e di, po minimalisht 15 operator ekonomik, nuk ka blerje të vogël që të ketë një ofertues për shembull. O s'ka pare, po kush e bën vlerësimin e dokumentacionit? As në LPF, as në VKM, as në udhëzim. Po ai që bën vlerësimin e ofertës, ai do të marrë edhe të bëjë vlerësimin e dokumentacionit në përputhje me atë çfarë është kërkuar që në fillim të procedurës. Nuk është regjistruar. Kështu që duhet të kërkoj që të regjistrohet një herë. Edhe në rast se janë operator të huaj, duhet të kenë patjetër llogari përdoruesi sistem, pavarësisht se nuk kanë NIP në shqiptar, por me NIP-in eksakt. Si regjistrohen operatorët e huaj? Po ai njeriu në fund regjistrohet si operator ekonomik i huaj. Procedura ka shkuar në arkiv dhe detyrimisht nuk shfaqet as në portal, por mund të shfaqet në Open Data. Sipas viteve aktuale, aty gjendet të publikuar çdo procedurë me të dhënat kryesore, numër referencë, objekt, autoritet, numrin e ofertave që janë dorëzuar, kush është fituesi, kodi CPV, fond limit, fond të fituar, NIP. Këto duket janë të publikuara. Data e zhvillimit, këto datat pra janë të dhënat kryesore të procedurave. I ka kërkuar dokumentacionin atij që është kualifikuar i pari, por ndërkohë ka kërkuar edhe njoftimin e fituesit paraprak. Në këtë fazë që është, a mund bëj rivlerësim? Kur bësh rivlerësim? Në këtë fazë që është, a bën dot rivlerësim autoriteti? Jo, patjetër që bën. Sepse ai saj ka dërguar njoftimin e fituesit paraprak. Dhe jo është publikuar, sepse APP nuk e di çfarë dokumentacioni ka dërguar operatori në institucion. Autoriteti
duke qenë se operatori nuk I ka dërguar të dhënat e plota, mund të bëj proces rivlerësimi. Pra tham, procesi rivlerësimit bëhet në momentin që është mbyll procesi I vlerësimit, sapo në momentin që është publikuar njoftimi fituesit paraprak, ose para se të lidhet kontrata si hap në sistem. Kështu që dhe në rastin konkret, ai mund të bëj proces rivlerësimi. Por si e bën procesin e rivlerësimit, shkon tek procedurat e publikuara, përzgjedh qelizën përkatëse, pra procedurën përkatëse, më shumë fillon procesi rivlerësimi. I jep arsyeën sepse po inicion këtë proces dhe mund vijoj KVO-ja me skualifikimin e operatorit dhe kualifikimin e operatorit të radhës. Pra nuk mund të bëjnë anullim procedure pa prit afat të ankimimit, sepse këtu kemi operator të skualifikuar, kështu që automatikisht ne duhet presim afat të ankimimit sipas legjislacionit në fuqi. Procedura është me 2 lote, ka marrë lejimin vetëm për I lote dhe thotë që më lejoni për të 2 lotet vazhdoj tani, sepse ka dalë vendimi KPP-s. Jo, KPP-ja ka lejuar vetëm njëri nga lotet që të vijohet me hapa të mëtejshme. Për lotin tjetër nuk ka dalë vendimi akoma. Kështu që do të dërgohet pra njoftimi I anullimit vetëm për njëri nga lotet, ndërsa loti tjetër, në varësi të vendimit që do të vi nga KPP-ja, duhet të vijoj, do të ketë ky anullim apo do të jepet me hapat e mëtejshme. Për sa I përket rolit të autoritetit, duhet keni parasysh në momentin për efekt të shpejtësisë veprimeve dhe vendimeve, tani kur dërgoni qoftë njoftim fituesi, qoftë njoftim anullimi, njoftim fituesi paraprak përfundimtar apo njoftim anullimi paraprak përfundimtar, në rast se keni një vendim KPP-je, në mënyrë që mos të ju refuzohet nga APP-ja se ndoshta nuk I ka ardhur akoma vendimi për lejim apo jo, tek rubrika e përshkrimit duhet të deklaroni numrin e vendimit dhe datën e vendimit që keni marrë nga KPP-ja. Në të kundër do filloj për shembull, ju si autoritet e merrni vendimin përpara nëpërmjet ILBNIAs për ankesën. APP si vjen në rrugë shkresore, ju e merrni të hënën APP si vjen të martët dhe ju e dërgoni direkt njoftimin anullim apo njoftim fituesi. APP-ja ju akthen dhe I thot prit sepse ne kemi një vendim pezullimi për këtë procedurë. Kështu që duke shkruar numrin e vendimit, ne më pas bëjmë ato verifikimet tona dhe ecën procesi më shpejt. Shkojnë tek arkiva elektronike dhe procedura nuk do të shfaqen më aty. Si bëhet procesi I vlerësimit? Në këtë fazë, më shumë fillon rivlerësim, pra të skedar procedurat të publikuara. Një ka bërë një procedurë blerje me vlerë të vogël, ka konfirmuar operatorin ekonomik fitues edhe pas afateve të ankimimit, ndërkohë që operatori bëri tërheqjen nga procedura. Nisur nga sa më sipër, thotë njësia nuk kalon dot në fazën njoftimi fitues të radhës, sepse sistemi është në fazën konfirmon që operatori ekonomik ka nënshkruar kontratën. Kërkojmë nga ana juaj të na mundsoni kthimin e procedurës mbrapsht ose na jepni udhëzime se si do të veprojmë në këtë fazë. Vetëm drejt anullimi të shkojë procedura, sepse I ka ezauruar të gjitha fazat. Ka ikur njëri nga anëtarët e KVO-s, procedura është në fazën e rivlerësimit. Do të thënë e zëvendësojnë njësinë e anëtarën e ri të njësisë të KVO-s, duke I krijuar dhe llogari tjetër në sistem. Kush e bënte zëvendësimin? Personi përgjegjës. Po, administratori bën vetëm në rastin kur të 3 nga anëtarët e njësisë janë larguar, ndryshon vetëm njërin prej tyre dhe 2 të tjerët dhe pjesën tjetër e ndryshon personi përgjegjës. Njësia. Kontaktojmë nga X operator ekonomik me numër vendimi XY, jemi dënuar me një periudhë 5 mujore për përjashtim nga e drejta për të fituar kontrata publike. Data e 29 janarit X vitit është data që ne na përfundon ky dënim. Kërkojmë nga ana juaj që të gjeni një zgjidhje, duke qenë se kjo datë qëllon të jetë ditë pushimi e diel. Dhe data 30 ora 8 mbyllet një procedurë prokurimi ku ne do të marrim pjesë. Dojnë profesorës 12. Kush do e bëj? Po pra I thot mua më mbaron datë 29 ai bie diel. Sepse llogaritja aktivizon APP-ja. Procedura nuk e ka vdo, sepse ati mbyllet në orën 8. Edhe nëse qëllonte hënë, ti atë ditë je I përjashtuar të nesërmen të hapet.
Kështu që nuk ka një zgjidhje për rastin konkret, ai nuk mori dot pjesë në procedurë dhe u doq.